لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Allah në falenderojmë edhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndetje, salavat, dua gjithherë ja dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, vazhdojna prapë me temën e radhës se ishmi duke folë për sinqeritetin, apo çfarë gjurmë ndikimi ka niyeti, qëllimi në veprat tona të mira, apo cilat janë fritet apo dobit e sinqeritetit. Nga gjurmët apo ndikimi i madh që ka qëllimi niyeti në veprat tona, apo nga fritet që i ka sinqeriteti, është që veprat tona që i kemi edhe të zakonshme gjatë jetës, nëse i bajna me nijet të mirë, me qëllim të mirë, të gjitha ka mundësi që të shndrohen në adhurime, që Allah Zogjel të shpërblen për to. Shembull na ka tregu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot edhe vetmin që e ban me gruan tënde, argëtimin që e ban me gruan tënde, kime mor shpërblim të Allahu Dhul Gjelal. Të praneshmit i thënë o i dërguri Allahut, edhe nëse dikush prej nesh vetmohet me gruan e tij dhe merr shpërblim të Allahu Zogjel, po thote kundërta, nëse vetmohet me një grua të huaj, a merr ndëshkim të Allah Zogjel? Po, e thot përderisa kur të vetmohet me një grua të huaj, merr ndëshkim të Allah Zogjel, pra të gruaja e tij ka me morë shpërblim të Allahu Dhul Gjelal. Pra me një fjalë, edhe gjumin kur ta bajna, nëse e bajna me një të mirë, që mu zgjue me falë sabahin, shëndetin me pas të mirë, dhe me hangër bukën që me forcue trupin ton, dhe me dal me punue gjatë ditës duke kërkue furnizimin ton, ma që Allah Zogjel në i ka lejue, nëse kjo bëhet me qëllim, me niyet të mirë, Allahu Azza wa Jall edhe gjumin ton, edhe ushqimin ton, edhe punën ton, edhe lodhjen ton që e bajna gjatë ditës dhe natës, ma që Allah Zogjel e ka lejue, e shkruan sevap. Pra me një fjalë, edhe vepra që janë të zakonshme gjatë jetës son, që janë të lejume, nëse i bajna me niyet, me qëllim të mirë, Allahu Dhul Gjelal në shpërblen. Pra ka mundësi që këtë jeta jonë më kanë adhurim ndaj Allahut Dhul Gjelal. 2. Apo gjurmë tjetër, apo frit tjetër që ka sinqeriteti, besimtari me sinqeritet, me niyet, me qëllim të pastërt, shpërblehet të Allah Zogjel edhe nëse s'ka mundësi me bon një vepër të mirë. Shembull në luftën e Tebukut, Muhamedi a.s. sa ishte duke ecë me ushtrinë e tij, thot janë disa njerëz të cilët kanë pas dëshirë me ardhë me neve, e kishin niyetin e mirë po nuk patën mundësi. Thot unë për ju them që nuk kina kalue vend, lugin, grik që kemi ecë, vetëm sa ata kanë qenë me niyet,
me qëllimin e tyre me ne. Habe se homolodhër, ata thët i ka pengu arsia. Pra nuk kishin mundësi ma me neve, mirë po qëllimin në jetin e kishin të mirë, e kanë morë shpërblimin të Allahu Dhul Gjelal për shkak të jetit. Parat nëse e shem, që është duke u ban një vepër e mirë, dhe njerëzit japin, dhe ti dëshiron me dhanë, po nuk ke mundësi, me një jetë Allahu Dhul Gjelal ka me të shpërbli. Me qëllimin që e ke të mirë, sikur se të thuash, edhe unë, të kisha pas mundësi me bo kështu mirë, do të bëja mirë, po si ka mundësit. Spaku pra këtë më se harra, edhe nëse ishe që njerëzit janë duke bo mirë, dhe kanë mundësi me realizu këtë, dhe ti dhe unë s'kene mundësi, si kena mundësit, spaku një jetin, me thonë me një jetë, ja rab, si kur e dhonet kisha pas mundësi, do të bëja këtë, Allah Azza wa Jall në shpërblen me një jetin tonë. Mirë po, ka raste kur Allah Azza wa Jall të shpërblen me një jetë me qëllim, edhe nëse nuk e ki bo veprën e mirë. Shembol qysh, nëse për çdo vjet e ki dhonë zëqatin, nëse gjithherë ki bo mirë po të ka ndodhë një vetë që të ka humbë pasuria, i jes provu, dhe atë vitë s'ke mundësi me dhonë zëqatin, dhe ki pas me dhonë zëqatin, ki pas me realizu një pun të hajrit, edhe Allah Zogjel ka sprovue, në këtë rast Allah Zogjel ka me të shpërble edhe me një jetin që e këtë mirë, po ka me shpërble edhe sikur se me pas dhonë zëqatin, sikur se me pas dhonë këtë pjesë të pasurisë për shkak se ti e ki vepru ata vazhdimisht, mirë po të ka arë një pengesë që ta shke arsye, Allah Zogjel nuk ta humbë shpërblimin, edhe me një jetin e mirë që e ke, po ashtu ta plëtson sikur se edhe me dhanë, me boat vepër të mirë, edhe nëse nuk e ke realizue. Mirë po pse Allah e bën këtë, se e ki pas një jetë dhe këtë e ki boe vazhdimisht. Frit tjetër, apo gjurmë tjetër që ka një jeti, njeriu merr shpërblim, dhe kjo një temë aktuale që njerëzit pyesin shumë, sidomos në kohën e sotit. Njeriu merr shpërblim në një vepër të mirë, duke bë me një jetë të mirë, edhe nëse nuk ja ka qëllua ati ku duhet me dhonë. Shembol, ka ndodhur në kohët Muhamedit a.s. Një njeri e ka vendos me dhonë sadaka, dhe jep sadaka, jep lëmosh, pasi që jep, vërtetohet se sadakaja e ti, lëmosha e ti, ka shkue tek një gruje që ka qenë amrale. Edhe i thëjnë ty, dhave sadaka, mirë po sadakaja jote nuk ka shku në vendin e duhur. Prape ban një jetë që me dhanë sadaka, dhe pasi që jep i tregojnë se sadakaja jote ka shku tek një njeri i pasër që s'ka nevoj për lëmosh. Prape ban një jetë dhe jep sadaka, jep lëmosh, dhe prap vërtetohet se sadakaja e ti, lëmosha e ti ka shkue tek një njeri i cili ka qenë hajnë, dhe pastaj shkon dhe i tregon Muhammedit a.s. Thotë i dërguri Allahut, unë e kum bërë një jetë që me dhanë sadaka, dhe kum dhanë sadaka dhe nuk e kam ditë, dhe lëmosha sadakaja ime është vërtetue më vonë se ka shkue në adresën jo të duhur. Çka thot Muhamedi a.s. Thot sa i përket lëmoshës tande, sadakatës tande, Allahu Dhul Gjelal ta ka pranu. Se ti nuk e ki ditë dhe qëllimin e ki pas të mirë. Dhe na shomi që sot njerëzit janë shtuar shumë që kërkojnë sadaka, kërkojnë lëmosh, duke mos paragjiku dhe duke mos gjikue për ta, nuk e din agjendjen e tënve. Mirë po janë shtu shumë dhe ka argumente në disa raste që nuk e meritojnë sadakan. Mirë po përderisa
ki dhanë me një jetë të pastërt, me qëllim të mirë, edhe nëse nuk ka qenë për atinve që e meriton sadakon, mos u ban merak se Allah Azza inshallah sadakon e ka pranu. Mirë po përderi sa e dim që nuk është për atinve që e meriton sadakon, atëherë duhet me pas kujdes dhe me javdhon atinve të cilët e meritojnë. Kështu pra çdo vepër që njeriu mundohet me bë për hir të Allahut Azza wa Jell, mirë po nuk ja ka shillue duke mos e ditë, Allah Azza wa Jell e shpërblen sipas niyetit qëllimit të tij. Fryt tjetër që ka sinqeriteti, që është shumë me rëndësi, Allah Azza wa Jell me sinqeritet të mbron nga sprovat. Edhe nga sprovat më të rana, më të rrezikshme që janë të jetës. Dhe këtë rast e kemi shembull Jusufin a.s. Jusufi a.s. tregimi është i gjatë, po vetëm një ngjarje shkurt që ka të bëjë me sinqeritetin. Ishte në pallatin e mbretit të Egjiptit. Jusufi a.s. ishte shumë i bukur, dhe gruaja e mbretit u josh ndaj Jusufit, dhe ishte në pallat. I mbylli djert e pallatit dhe i tha Jusufit, eja me mua. Mirë po Jusufi a.s. çka i tha? Ma'adallah, kërkoj mbrojtje Allahu Dhul Jalal nga ajo që ti po kërkon prej meje. Dhe shikone, Jusufi a.s. nuk ishte që e kërkoj këtë, nuk ishte që hulumtoj, që ai dashti me bo këtë, që ka njerëz që janë idiot, të cilët mundohen me mundet shumëta dhe bajnë shpenzime për me bo kësi vepra të këqija. Pra ishte pallatin e mbretit dhe ajo po i thot që me bo këtë vepër të keqe, dhe po i thot mos u frikso, se as kush nuk na sheh, unë jam gruaja e mbretit, kush guxon kështu këtu në pallat neve me na shiku, me na kontrollue. Mirë po çka tha Jusufi a.s. Ma'adallah, i kërkoj mbrojtje Allahu Dhul Jalal. Allahu çka tha për Jusufin? Kedhalika linasrif anhu su wal fahsha innahu min ibadina al mukhlisin. Thot na kështu thot e larguam Jusufin a.s. që ishte i vendosur nga kjo vepër e keqe edhe e ndyt. Pse na e larguam këtë? Innahu min ibadina al mukhlasin, për shkak se ishte nga robrit tan të sinqert. Pra i sinqerti s'ka mundësi me bazino, edhe nëse i afrohen të gjitha kushtet. Nuk ka mundësi. Ai cili është i sinqert, e ka frikë Allahun Dhul Jalal, edhe nëse të gjitha mundësit i afrohen që me bo punë vepër të keqe, nuk e ban. A dini pse? Se Allahu Dhul Jalal, për shkak sinqeriteti që e ka, Allah Azza wa Jall e ruan. Dhe çdo vepër që është e shëmtuar, dhe është e ndyt, dhe është e keqe, nëse i afrohet edhe mundësia me bë, për shkak sinqeriteti që e ka me Allahun Azza wa Jall, Allahu ka me mbrojt dhe nuk ka me bë kur punë të keqe. Allahu na boft të sinqert. Fryt tjetër që ka sinqeriteti, me sinqeritet njeri e fiton edhe xhenetin, që na këtë e sinojmë, që çdo vepër të mirë që bajna dhe nga çdo vepër e keqe që largohemi, e bajna me fitu xhenetin, nuk e bajna për diçka tjetër, e bajna më kon të lumtur, të mirë në këtë botë dhe me fitu shpërblimin e Allahu Dhul Jalal. Çka thot Allah Azza wa Jall për njerëzit e sinqert, pasi që flet për ata të cilët janë banor të xhenemit? Çka thot për të sinqertit? Illa ibadullahi al-mukhlasin, pos ata robrit e mi të cilët janë të sinqert. Ulaike lahum rizqun ma'lum, çfarë shpërblimi kanë ata?
ata kanë furnizim të dalluar, kanë shpërblim të dalluar të Allahu Dhul Gjelal, fawakihu wa hum mukremun, ati kanë pemë të lloj-llojshme dhe janë të nderuar të Allahu Dhul Gjelal, fi gjennatin naim, në gjennetet e begatshme të Allahu Dhul Gjelal. Pra me sinceritet je i nderuar të Allahu Dhul Gjelal, me sinceritet ke furnizim të dalluar të Allahu Dhul Gjelal, me sinceritet ke pemë të lloj-llojshme të Allahu Dhul Gjelal në gjennetet e begatshme. Allahu në mësoft që mi fitua gjennetet e begatshme të Allahu Dhul Gjelal. Po ashtu, frit tjetër, dobi tjetër, të mirë tjetër që e ka sinceriteti, me sinceritet Allah Azza wa Jall të donë. Pra nëse dëshiron që me dasht Allahu Dhul Gjelal, duhesh më kanë i sinqert. Çka thot Muhamedi a.s. Inna Allah yuhibbul abda taqi an-naqi al-khafi. Thot vërtet Allah Azza wa Jall e don një rob të tij i cili është i devotshëm, është i pastërt, është i fshehur. Çka do të thonë është i fshehur? Është i sinqert. Veprat i ban vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Nuk dëshiron që me pa njerëzit. Edhe njerëzit dëshirojnë që mi shfaq punë të mirat e tij, ai mundohet mi fsheh. Ai nuk don mi paraqit, mi shfaq para njerëzve, pra Allah Azza wa Jall don këtë rob i cili është i devotshëm, është i pastërt në zemrën e tij dhe është i fshehur, pra i sinqert që dëshiron mi fsheh veprat e tij të mira dhe askush mos t'i din pos Allahu Dhul Gjelal. Po ashtu, frit tjetër që ka sinceriteti, Allahu me nijet, me sinceritet i shton punët e tona, shpërblimet nga punët e tona të mira. Prej 1 deri në 10, deri në 7, deri në 700, para dietarët kanë thonë ka mundësi që vepra e mirë është e vogël, po nijeti e zmadhon, nijeti e ban të madhe, nijeti e shton, po ka mundësi që vepra të jetë e madhe, mirë po nijeti e zvoglon, apo nijeti e humb nëse nuk e ki pas për hir të Allahu Dhul Gjelal. Po ashtu, frit tjetër që ka sinceriteti në ditë kiametit, në ditën më të ranë, më të vështirë, kur dielli afrohet mbi kokat tona 2000 metre, besimtarët e sinqert kanë me qenë në hije në Allahu Dhul Gjelal, që s'ka hije tjetër, pos hije sa Allahu Dhul Gjelal, një pretinve kush është i cili sadakan e ti, lëmoshën e ti, të mirën e ti e ka dhonë me dorën e djathtë, sa që as dora e majt nuk e ka pa, dhe tjetri e ka përmenë Allahun Azza wa Jall, ka qenë në vetmi dhe sytë e ti i kanë rrjedhë lot nga friga që e ka pas ndaj Allahu Dhul Gjelal. Të njerëzi pra kanë me qenë në hije në Allahut ditë kiametit, ku s'ka hije tjetër, pos hije sa Allah Dhul Gjelal. Po ashtu, frit tjetër, të mirë tjetër, dobi tjetër që ka sinceriteti, Allah Azza wa Jall njerëzit e sinqert i ban të fort, njerëzit e sinqert i ban të vendosur, njerëzit e sinqert i ban të qëndrueshëm. Pra ai i cili është i sinqert, s'ka mundësi as mu shit, as mu ble. Bane men, njeriu i sinqert as nuk shitet, as nuk blehet, dhe këtë model e kemi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në momentën që doli haptazi në Mekke, po i thirr njerëzit me besu Allahun Azza wa Jall, i dërguan ndërmjetësim, ja dërguan axhën e vet, migjen e vet, duke i thanë: o Muhammed, nëse don pushtet, kina me të dhonë këtë pushtetin e arabëve, nëse don me të martue, kina me të zgjedh vajzën më të mirë të arabëve, nëse don pasuri, kina me të dhonë pasuri sa dush, veç nalu
mos thirr që të fejen që jetë duke thirr. Vetëm dalu, çka tha Muhamedi alayhis salam, as nuk u shit, as nuk u ble, tha o migja im, dërgoj atinve këtë dërges, këtë selam thuaju, nëse diellin ma vendosni në krahun e djathtë dhe hanën ma vendosni në krahun e majt, une nuk ndalla nga kjo rrugë derisa Allah Zogjel të shfaqe, të ndihmoje fenë e ti, apo une të vdes. Pra, kështu ka qenë pejgamberi alayhis salam, me sinceritetin e ti që e kishte, nuk u mashtru për post, nuk u mashtruhe për një vajzë të bukur që donin të martonin edhe mu largun nga feja, apo për pushtet, apo për pasuri, pa as nuk u shit dhe as nuk u ble, dhe kështu mbeti nderuar Muhamedi alayhis salam, që kjo është modeli jon, që inshallah do të ndjekmi rrugën e ti deri në vdekje, duke e rujt me ndihmën e Allahut Dhul Jalal, edhe duke shpërnda fenë Allahut Dhul Jalal. E kulli qauli hadha astaghfirullah li wa lakum.